Miq Prizmës, si që shikoni jam në qendër të Shkodrës, është e herët sot. Kam dalë në orën 7. Lëvizjen e pak njerëz, po tash ka filluar të zgjohet qyteti. Mbas një shiu dhe një 24 orëshi pa ujë, qyteti zgjohet një farë mënyrë dhe dikush shkon punë, dikush pushoi, dikush bën plan për të shkuar në plazh, pyesin nëse është rana e lagt. Po megjithatë shpresa është gjithmonë ajo që paraprin edhe që rregullon edhe raportin që ka njeriu me veten si shoqëri, po dhe veten me pushtetin. Po ne kemi një vend ku jetojmë dhe vend ku kemi ngritur jetën tonë, që i mendojmë të jetojmë. Dhe unë sot do të trajtoj problemin alogjik të tmerrshëm, të jashtëzakonshëm të shqiptarit i cili është kundra vetes. Shqiptarit i cili bën politika të mbrapshta, të një urrëtie patologjike politike, një urrëtie për pushtet, i cili dëmton pastaj edhe veten, që nuk e merr veten kurrë për sa i përket edhe asaj që ne e quajmë ecje përpara. Si shoqëri, si shtet, në atë që e kemi konceptuar për demokraci. Dhe kush është një nga problemet e mëdha? Një nga problemet e mëdha është se në urrëtien politike dhe ideologjike tonën ne bashkojmë kohën e sotme në demokraci, po themi. Bashkojmë median me politikën. Dhe ku? Ja kryesore që është turizmi, ai elementi jashtëzakonshëm i joni i madh, i cili na ka rritur ekonominë, do ta pranojmë që ka rritur ekonominë, apo dhe këtë nuk e pranojmë. Vazhdojmë me teoritë, njerëzit vdesin për bukë në Shqipëri. Këto janë marrëzira të cilat nuk i nxjerr vetëm politika dhe urrëtia politike, po këto i nxjerr edhe media. Minimumi media nuk duhet ta ketë këtë lloj sjellje. Po ajo është një shërbëtore e qelbur. E qelbur e politikës, qëndron në një shtrat me të, fle në çdo moment me të, dhe të sillet si ajo, sillet edhe politike dhe ideologjike, dhe ne këtë e kemi prej kohësh. E kemi prej kohës se ne imitojmë zërin e popullit, ne imitojmë punën, bashkimin. Pra, nuk janë thjesht politike. Ne i shtojmë edhe konceptin ideologjik. Jemi armiq për vdekje, ne nuk kemi kundërshtar. Nuk kemi kundërshtar. Kemi armik, ai duhet eliminuar. Atë nuk e ka vetëm politika. Se ka vetëm politika. E ka dhe media. Bën antipropagandën. Gjen më të keqen dhe e merre shumë fishon atë. E 100 fishon, në 1000 fishon. Ja paraqet botës, e konsideron si një të mirë të transparencës dhe demokracisë. Shkatron vendin e tij. Vendin ku jetojnë dhe fëmijët e tyre gazetarëve në media. Sigurisht që mund të ketë plerë, po këta e bëjnë gjithë vendin plerë. Sigurisht që mund të ketë padrejtësi në spitale, po këta e bëjnë vdekje. Kur shkon në spital ti duhet vdesë sipas medias edhe sikur nuk ka asgjë të mirë përveç se të keqes. S'ekziston asnjë lloj e mirë. Sigurisht që ka restorante që nuk bëjnë shërbim të mirë, por këta bëjnë sigurisht gjithë Shqipëria e mbushur me të tilla shërbime. Dhe nuk e di, në një zhvillim eksponencial të jashtëzakonshëm i cili pastaj nuk është se po ju bën derë, s'po fitojnë asgjë. Thjesht po shtyjnë këtë po e them në mënyrë të qartë edhe të prerë mbi vendin e tyre, duke absolutizuar të keqen, duke e marrë ashtu si kundër është zakoni i keq, relativizimi me të keqen, domethënë e bëjnë të keqen. Kjo ndodh edhe me media, nëse media një nursëze jashtëzakonshme, një më keq se politika. Kur relativizon të keqen, tash edhe kur absolutizon atë, merren vetëm me të keqen, shiko. Media këtu vjen edhe politika kundërshtare, nuk ka qëllim të mirë, nuk e shef kërkon. Politikanët e opozitës, ashtu si dhe mediat, dhe shërbimi në përgjithësi mediatik, nuk ka punë me të mirën fare. Nuk i duhet e mira hiç, është e kundërta e asaj që ka qenë dikur, ku
ose edhe atyre mediave që shohin gjithkund, media në të mirën e përgjithshme, hajde dhe, po të mirën e sajuar, këta kanë absolutizimin e të mirës si koncept dikur socialist, në të keqen si koncept kapitalist. Këta shohin gjithkund të keqen. Në demokraci në qenë nga e keqja mrekulli politike dhe ideologjike, sepse sigurisht kërkon pushtetin. Dhe i çfarë ndodh? Nesër t'ju japësh pushtetin këtyre, t'ju thosh na hajde, ti në pushtet, këtu përfundon e keqja, fillon e mira këtyre. Sepse ka përfunduar armiku, ka përfunduar një herë e përgjithmonë kërkesa maksimale e cila është pushteti i tyre, po që është edhe kërkesë maksimale dhe minimale. Nuk ka kozjati, nuk ka timeline, nuk ka një të mesme aty. I kanë të gjitha gjërat ngushtë. Mjafton pushteti i tyre dhe kthehet çdo gjë në të mirë. Dhe mjafton që këta mos jenë pushtete, të vuajnë, siç kundër është, kanë 13 vjet larg pushtetit, dhe çdo gjë është keq. Po ju them edhe një herë, po ti shikosh, po ti dëgjosh, dhe nuk është sëmundje e medias vetëm këtu ke ne, shfrytëzohen edhe ato jashtë që kanë qëllimet e tyra, siç ishte rasti i armiqësisë së jashtëzakonshme me Trump, familjen e tij, sepse me gjithë zhurma nuk është bërë për Shqipërinë, nuk e pyet kush as për lash as për balash, Shqipërinë është shumë e vogël, po kanë hall me Trumpin. Edhe këtu ke ne kanë hall me pushtetin. Në një moment që kanë pushtetin, kanë mbaruar se ekzistuari problemet e mëdha të vendit dhe çdo gjë është në zgjidhje, çdo gjë është e mirë. Fillon absolutizimi i të mirës së tyre. E keqja është gjithmonë ke tjetri, e keqja është gjithmonë atje larg, e keqja është gjithmonë e poshtra, cinikja, marrëzia është gjithmonë atje larg. Këtu është gjithmonë e bukura, e mira, e jashtëzakonshmja, e mrekullueshmja. Në të vërtetë kjo nuk është politikë, kjo është parapolitik, po për fat keq në momentin e rrjeteve, në momentin, sidomos mas 2010-s, forcimit të jashtëzakonshëm të komunikimit nëpërmjet rrjeteve, kjo gjë është bërë diçka e përbotshme. Ke ne i shtohet edhe folklorizmi, i shtohet ignoranca, i shtohet edhe padrejtësia jashtëzakonshme në marrëzinë e absolutizimit të skeqjes. I kemi bërë keq turizmit, duke sharë gjithçka tonë, duke sharë dhe një diçka që nuk shahet, duke harruar që qytetet janë përmirësuar, nuk mund t'jenë më pisë, janë më të pastra. Mirë po, media që do të absolutizojë dhe të shajë gjithçka, nuk ka punë me atë që është rregulluar, ka punë me një kazan që e gjen përmbysur. Një rrugë që nuk është e shtruar dhe një shërbim që nuk është i bërë. Me atë ka punë, atë e shumë fishon, atë e bën skup. Nuk ka punë me lodhjen e shumë elementëve të tjerë që rregullohen, nuk ka punë që po ndreqet një rrugë. Ka punë me një rrugë të cilën e prishin vetë njerëzit dhe thonë pastaj nuk e ka rregulluar qeveria. Nuk ka punë me një të mirë e cila është për komunitetin, me një, nuk e di, me një lulishte. Jo, ka punë me një diçka cilët nuk, në Shkodër kanë filluar të thonë që, shiko, nuk është bërë kjo në kohë. Dikur nuk bënin asgjë, zero. Edi Rama mundohet të justifikojë duke thënë që është rritur kërkesa. Justifikon sepse i leverdisë dhe ati të bëj propagandë. Në fakt nuk është çështje vetëm se është rritur kërkesa, është çështje edhe ignorancës edhe skizofrenisë, e cila do që ta shumë fishojë të keqen. E marrëzisë, e cila fokuson të keqen, merret me të keqen, jeton vetëm me të keqen. Del gati në delir, nuk e di, gati orgazm politike me të keqen. Ajo e gëzon, ajo e bën që të jetë i lumtur. Sa më tepër të shajë, të hyjë dhe të pështyjë vendin e vet, mi turizmin e vendit të vet, është plot Shkodra me turistë. Nuk gjejnë këtë, s'është ky problemi. Të gjithë kanë mundësinë, të gjithë mund të lëvizin edhe të gjithë gjejnë, nuk e di se çfarë, gjejnë një letër karamele në tokë ose diçka, aty fokusohet. Ose dalin 3 idiot aty dhe nuk e di, fillojnë e shajnë ke bashkia, ajo ju intereson, atë e fokusojnë dhe atë e stigmatizojnë. Stigmatizimi i të keqes është proverbial në këtë vend. Sepse sigurisht ka mrapa të gjithë majmunatin i cili po vdes për pushtet.
Edhe nuk është se po t'ja japësh pushtetin, është i Zotit të bëjnë e gjë të madhe, po thjesht hek nga stigmatizimin e heq nga keqja, e vë ke e mira, ke vetja vet. Me ata rregullohet gjithçka, rregullohet i gjithë vendi. Është sëmundje. Është një sëmundje kancerogjene, është e përhapur kudo te ne, edhe i bën keq të madh, jo vetëm Shqipërisë, por në përgjithësi të gjithë shoqërisë shqiptare. E kanë shqiptarët kudo, e kanë në Kosovë në mënyrë tragjike, edhe më keq se sa ne këtu në Shqipëri. Kam kujtuar se ato të Maqedonisë janë ndryshe, po përfaqe zezë janë edhe ato. Shpresojnë të jenë më mirë këta miq tanë tuz, shpresoj të jenë më mirë. Dhe nuk bëhet fjalë për atë që ne e quajmë diasporë. Ajo është edhe më zi, sepse edhe është larg, e kujton se është më afër se sa mendojmë ne këtu në Shqipëri që jemi afër, që jetojmë këtu. Ato në diasporë, një pjesë mendon që unë që jam këtu nuk e di gjendjen, e di ai prej andej. Unë që jam në qendër të Shkodrës këtu nuk di gjendjen. Domethënë unë jam fare budalla edhe i çmendur. Ata që janë me mijëra kilometra larg e dinë mirë sepse ata janë aty edhe janë zgjuar. Marrin menjëherë kompetencat e Francës ose të Kanadas ose të Amerikës. Domethënë ne jemi amerikan tashmë dhe i dim gjërat më mirë se sa ju. Bën edhe më të marrë se sa të huaj që vinë edhe që kujtojnë se duke lexuar e njohin këtë vend. Duke lexuar jo libra, jo letërsi dhe histori, po duke lexuar kështu copa gazetash edhe informacionesh idiote që dalin në rrjet. Nuk po shtyhem gjatë, sepse do t'i le vendin një klipi tjetër, se kam regjistruar diçka tjetër, po këtë desha të them. Stigmatizimi i të keqes, fokusimi ke e keqja, është një nga sëmundjet më të mëdha shqiptare dhe shoqërisë shqiptare, e cila po e dëmton ditë e për ditë. E ka dëmtuar sigurisht, por duhet rezistuar. Sigurisht që unë jam kundër edhe stigmatizimit të mirës nga ana ime, stigmatizimit të mirës kudo që bëhesh dikur, por kjo është akoma dhe më keq. Kjo e çon vendin në dëshpërim të jashtëzakonshëm, në disfat të jashtëzakonshme shoqërore. Është një nga elementet më kriminal të mundshëm që bëhet kundër Shqipërisë. Dhe sigurisht i kam shtetin edhe të armiqve tonë. Po, absolutisht. Atyre që kanë qenë armiq shekullor. Dhe që vazhdojnë të besojnë se sa tjetë shqiptari kështu, mund të shfrytëzohet shumë mirë për t'i bërë keq vetes. Dakord, miqtë e mi? Miqtë Prizmës. Franca ka marrë një nga ato vendimet fantastike, të jashtëzakonshme, që sigurisht i bëjnë nder asaj për zhvillimin jo vetëm demokratik, por edhe kulturor, për të ndaluar të gjithë rrjetet sociale në përdorim të moshës nën 15 vjeç. Absolutisht të gjitha rrjeteve sociale. Nuk do të mund të hapin më llogari nga një shtatori dhe të gjithë llogaritë e tjera do të rishikohen për të ndaluar. Normalisht do të ketë modulin e aprovimit të plot, por sigurisht që edhe për betimi i presidentit Macron, po edhe shumicës dërmuese, këtu janë edhe djathët pro, absolutisht, do ta bëjnë të mundur që duke filluar nga një shtatori, realisht nuk do të mund të hapin llogari dhe pastaj deri në gjysmën e 2027 të verifikohen të gjithë llogaritë që i kanë adoleshentët dhe që i përkasin moshës adoleshenciale, 15 vjeçit po themi, për t'i mbyllur. Do mbyllen të gjithë llogaritë e 11 vjeçave, 12 vjeçave, 13 vjeçave. Dhe kjo është ajo që sigurisht ishte dash realizuar edhe në Shqipëri. Jo mbylljen e TikTokut, mbylljen e të gjitha rrjeteve. Absolutisht jo vetëm TikTokut. Instagram e kompani, plus edhe Facebook. Është një goditje që operatorët e mëdhej Facebooku, bie fjala TikToku ose që t'ju them tash rrjeti Instagram dhe shumë e shumë tjerë që janë me emra nga më të ndryshëm që gati unë nuk i njoh dhe që i kanë në përdorim adoleshentët.
Mirë se janë përqusit e dhunës edhe përqusit e jashtëzakonshëm të urrëties, po janë edhe degradi i jashtëzakonshëm kulturor. Nuk po të diskutoj nxitjen e dhunës dhe maskarallegun në krim, po sidomos në pjesën estetike dhe edukative në mënyrë tragjike në dëm të moshës e sidomos adoleshentëve, fëmijëve dhe adoleshentëve. Do të gjinen modalitetet e regjistrimit edhe ato kanë bëjnë me vërtetësinë, sepse sigurisht mund të ndodhin që të regjistrohesh siguri i rritur, po kjo do të gjinet mënyra për të vërtetuar që je një adoleshent dhe jo një i rritur. Bravo Franca, këtë duhet bëjmë edhe ne. Absolutisht duhet ta bëjë edhe majoranca e sotme. Duhet ta ndash t'ju vi mirë Partisë Demokratike, ndash mos t'i vi mirë, po Partia Socialiste, majoranca duhet t'jenë të qartë që po i bëhet një dëm i jashtëzakonshëm shoqërisë shqiptare, sidomos adoleshentëve dhe fëmijëve. Me rrjetet sociale, ato duhen bërë si në Francë, duhet imituar Franca në këtë drejtim. Duhen mbyllur rrjetet sociale dhe mos kenë asnjë lloj mundësie për të hapur me një kontroll jo të rrep, po super të rrep. Duhen mbyllur përfundimisht të gjithë rrjetet sociale në përdorim të adoleshentëve në moshën 15 vjeç. Kur të mbushin 15 vjeç e sipër, atëherë mund t'i lejohet edhe ajo jo një hapje kështu pa dyre, pa pigjere, por me rregulla të plota për të zbatuar rregulla të shumta për të pasur një llogari në rrjetet sociale. Dakord miqtë e mi? Është një lajm shumë i mirë që vjen nga Franca. Duhet kthyer në model. Bile dhe Bashkimi Evropian duhet ta kthejë në model të vetin, duhet ta ndalojë përfundimisht rrjetin social në përdorim të adoleshentëve. Dakord miqtë e mi?